Atëherë, eksporti I kornishonit ka 8 vite që kryhet nga kompania jonë. Ne kemi një eksport që është I destinuar për tregun e Bashkimit Evropian. Shkon kryesisht në vende si Gjermania, Franca, Italia, Spanja, Austria dhe shumë vende të tjera. Funksionon me kontrata me fermerët. Kemi mbi 130 fshatra të cilët I mbulojmë në zonën e Lushnjës, Herët dhe Beratit. Kemi mbi 600 fermerë që I kemi të kontraktuar me çmim të rregull, stabil për tërë vitin. Mbjelljet fillojnë në fillim të marsit dhe vazhdojnë deri në fund të korrikut pa ndërprerje. I përgjigjet kërkesave sasia e krijuar nga fermerët? Ne çdo vit kemi qenë në rritje e sipër të prodhimit dhe përpiqemi sa të mundemi dhe jemi kthyer në kompaninë më të madhe eksportuese në Evropë. Jemi kompania lider në Evropë për prodhimin e këtij trangulle. Kemi filluar nga zero eksporte. Shqipëria sot është prodhuesja kryesore dhe më e hershme e këtij trangulli që është për konservim. Sa është sasia deri tani që eksportohet? Nëse vjet ne kemi eksportuar 6300 tonë, si vjet presim që të çojmë diku te 8500 tonë prodhim dhe kemi filluar shumë barë. Gjithë prodhimi është I shitur që kur është bërë kontrata në tetor, pra pa u mbjell akoma si fidan, prodhimi është shitur për gjithë 2026-ën. Do më thënë ju lidhni kontrata me kultivuesit përpara mbjelljes? Ne bëjmë kontrata me grosistët e mëdhenj evropian. Janë mbi 70 fabrika në BE të cilat e përpunojnë produktin tonë, ndër kompanitë më të njohura në Evropë dhe procesi po ecën shumë mirë. Pagesat janë të rregullta, bëjmë kontratat me fermerët gjatë gjithë sezonit. I çojmë fidanin, ato e sjellin siç e patë produktin dhe ne e kalibrojmë, e frigoriferojmë dhe e dërgojmë në gjithë këto destinacione për produkt të freskët, mjaft cilësor. Gjithë fabrikat evropiane janë shumë të kënaqura me prodhimin shqiptar. Fermerët, a e kanë rritur interesin për mbjellë kornishon dhe pse? Po, vit pas viti ne shikojmë interes të shtuar të fermerëve për mbjelljen e kornishonit. Kjo duket nga sipërfaqja që është shtuar dhe numri I fshatrave ka arrit në 130 fshatra që marrin I mbjellën kornishon. Po pse ndodh kjo? Në këtë vit kemi deri tani 1.5 milion fitan të mbjellë. Kjo ndodh sepse fermeri e shikon malli është I sigurt, është I shitur, që në fillim bëhet kontrata që gjithë malli është I shitur, shikon siguri, shërbime agronomik, agronomi I vete në terren, I është I ku do ndodhur, edhe fermeri nga viti në vit po shikojmë një ngritje të rendimentit fermerit. Nëse par vjet ishte 4.5 kg për bim, vjet ne e çum vajti 5.2. Edhe pesticidet janë të kontrolluara. Çdo fermer ka listën e pesticideve dhe fungicideve, plus edhe agronomi këshillon që çfarë pesticide dhe insekticide të hedhin. Nga këto të tjerat, kornishoni ka këtë me fjalë që duhet si kohë zgjat gjithsej 3 muaj gjysmë ose 4 muaj, varet gjithmonë kohën e Zotit me fjalë. Koha është ajo që ka këtë na. Pastaj për një dylym sa arrini të merrni? Ne themi për një dylym gjithmonë në varësi të kohës, ne themi tek 100 kujtal me fjalë. Gjithmonë e kanë Se nga perimet e tjera është më mirë të merresh me kornishoni se sa domate? Krahasoje. Po. Krahasuar me krahasuar me domaten, kornishoni ka këtë që do vjelur për ditë, e kupton? Edhe ndërsa domatja është dhe kjo pjesë tjetër pastaj, te pjesë e çmimit të tregut. Se me këtë kemi që detyrohemi që mbjellim nga kyja. Se tute ne s'ka garanci tregu. Sot domaten për shembull mund ta kesh 200 lekë. Nesër e ke 700 lekë. Ka pasur raste ka vajtur dhe me
dhe me arta. Se ne këtë s'kemi sigurisht, se po të ketë sigurisht shteti për shembull që ti grumulloj gjithë mallin, tjetë siç e ka ky Koston me fjalë, që dita me fjalë që kur bion ditën e parë, gjerë ditën e fundit që unë bëj me fjalë dorëzimin, me fjalë që i them deri sot jam, si sot bjellave 3 muaj, ka një çmim. Ka një, e kupton, te kemi garancinë. Po të rrisësh kornishon, është e vështirë? Është. Ç'është e drejta, është e vështirë. Nuk është si punë domates ose speces ose këto perimet e tjera që mbillen, ky është një punë me fjalë që do përkujdes me fjalë se do për ditë. Këtë ka para dite mas dite. Me këtë s'ka as shok, as mik, as kape. Nëse gjen punëtor, e shton sipërfaqe. Nëse gjen punëtor, normale që e shton. Sa të duhen për shembull sa Shko, me fjalë një dy lymi do të paktën dy punëtor, një dy lym. Pavarësisht se këtu ne për shembull çka ka ngel, këtu moshë 3 ka ngel, flasim realitetin. Ju punoni familjarisht, ja familjarisht. Burrë, grua, kam edhe çunin me fjalë se para dite fëmijët zakonisht janë në shkollat. Mas dite e kemi edhe te krapën e. Kam edhe 2 plejt. E kemi edhe dandi mes. Na i fali Zotit e kemi me jetë. Faleminderit e ju qofshin. Quhem Levjan Gjoni, jam nga fshati Kirshekan. Ne jemi shumë të kënaqur me bjelljen e kornishonit. Arsyeja është se ka garancinë e para, se kjo është se ne kemi mbjellur edhe domate, pavarësisht se këtë vit se ne jemi dhe e ke parasysh na mbyti edhe pjesa e lumit. Lumi na mbyti se që e keq menaxhimi me fjalë qa puna e tyre atje lart. Po me pjesën e kornishonit jemi shumë të kënaqur. Do t'i shtoni sipërfaqet? Po tani themi sipas se s'kanë dhe fuqi punëtore që shetë tjetëra. Nuk kanë se hajtë se po të ketë fuqi punëtore edhe mund t'i shtojnë. Po s'ka. Për momentin tu që ka ngelur. Sa sipërfaqe ke mbjellur? Unë kam gjithsej 2 lëm. Prej sa vitesh? 20 vite. Mbjell kornishon? Kornishon kemi mbjellur kyç, me fjalë kyç është hapur. Kjo është hapur kjo si pikë eksporti me fjalë. Ka qenë pa shartesë. E kupton, pa të mbjellur, tani këta kanë kryer me shartesë dhe jemi akoma më të kënaqur. Deri tani nuk e di. Në them me fjalë, unë jam shumë i kënaqur. Është vetëm fuqia punëtore që të vetëm ajo është që na se kjo është me fjalë ky kornishoni ka këtë, me fjalë që duhet të vjelur ditë për ditë. E kupton se nuk është si punë domates ose speces. Me fjalë që dhe po se vole sot për shembull do ta vjelësh nesme. Ndërsa ky jemi të detyruar që ta vjelim ditë pas dite. Për ditë çmimin e justifikon koston tuaj? Po ne jemi të kënaqur me çmimin. Edhe për pjesën e pagesës, pastaj kompania është jemi shumë të kënaqur. Është më mirë në treg apo në pikë eksporti? Jo, më mirë, ne për mendimin më mirë këtu në për pikat e eksportit. Se në treg me fjalë tregtarët e kupton, sot ka ardhur dita që e vënë çmimin tregtarët. Ne si fermerë jemi falimentur. Ndërsa këtu për shembull, vi e bie mallin, e di çmimin si është, po dhe pagesa, po dhe ne jemi të kënaqur çdo 15 ditë trak, çdo gjë me fjalë hidhen parat hidhen nëpër banka, jemi me se të kënaqur, ç'është e drejta.